Të nderuar vëllezër besimtar, jemi me një ditë të madhe sot, ditën e sakrificës apo ditën e Kurban Bayramit, e cila lidhet me një vepër të madhe, e cila vepër shtylla e Islamit, është haxhi. Andaj këtë drejtim këto ditë kem pa shumë video emocionuese për neve që s'kem mujt me qenë atje, e që zemra na ka kajt me kon atje, e besa kem përcjell për atë vende të dashur ton, vëllezër, të cilët shpresojmë që nuk na kanë harruar lutje, mirë po zemrat tona janë të lidhura me çabën. Është interesant të nderuar vëllezër besimtar se prej Islamit, përveç se që kërkohet me mësu fuqishëm, kërkohet edhe ma fuqishëm me meditu që ato që e ke mësu. Sepse që ato kemi pos frytet ma të fuqishme, ma të rëndësishme për imanin tënd. Andaj në këtë drejtim, Allahu me urtësinë e vetë të vllazni, me mëshirën e vetë ka bo që rëb duke nejt në shtëpitë tyre, në vendlindjen e tyre, se s'kan mujt me udhëtu për arsye financiare, të sigurisë shëndetësore, me nxonë se vape mu sikurse ata që janë vende të shenjta, sikurse haxhit. Edhe këtë që po them, nuk o fjole emja, po flasëm prej sunetit, prej këshillave profetike që Muhamedi a.s. na ka mësu. Do të thotë besimtare, tu kon shpe, tu kon vend punës, nuk ka mundësi me nxonë se vape që janë të njëjta sikurse vlera apo shpërblimi i haxhit. Allahu akbar. Vetë këtë me meditu, kime kuptu se sa e madhe është mëshira Allahut, sa e madhe është dashuria Allahut për robërit e vet. Andaj kur te kupton që dunia me kon që dikush po të don fort, edhe ti ke me dashur. Zemra jote lund vani kur përmendet emri i tij, i një njeri që të don, që të respekton. Selemu Allahu, i cili vllazën besimtar ke këto të mira, e ke këto sevape, e ke këtë dashuri e ka bo për të mirën tonë. Andaj, cilat janë këto vepra që neve na mundsojnë me pos këtë çështje, sepse janë me vlerë të madhe. Andaj, në këtë drejtim të nderuar vllazën besimtar, ka thonë Muhamedi a.s. Kushdo që shkon fillimisht në xhami dhe e fol namazin e sabahit me xhamat dhe e pret lindjen e diellit duke qenë në vendin ku u fal, duke bë dhikr, duke lexu Kur'an, duke përmendur Allahun, prekupohet me bedimin e Allahut, i tilli vllazën besimtar ka për të arritë një sevap shumë i madh, sa vlera e haxhit, dhe kët pejgamberi thotë tameten, të plot. On shpërblimin e haxhit tameten. E sot kush u çu e ka fol sabahin xhami, ka nejt xhami desa ka lindilli, edhe e ka prit, no pastaj ka fol Bayramin me lejen e Allahut i tilli, e ka nxonë në shpërblim të haxhit të plot. Allahu akbar. Shpërblim të haxhit të plot. Fjalë Muhamedit a.s. Andaj në këtë drejtim Allahu po don që robërit e vet, ata të cilët privohen pe kësaj mirësie, që edhe aty një mundësu me nxonë sevape, mu sikurse aty në që kanë mundësi materiale, ty të kanë zemra, se ke po me sy, po regjistrat e të mushit, sikurse me konë të vendi. Pse? Se kjo është mëshira Allahut. Kjo është mëshira Allahut për robërit e vet, për ata që e dojnë çobën, për ata që e dojnë kënaqësinë Allahut, sevapi, na se kem synim sevapin, e kem synim kënaqësinë Allahut. E ajo pastaj përkthehet në sevap apo regjistër veprave të mira. Të nderuar vllazër besimtar, dikush mund të thonë, po hoç, po mirë ka puna, po çam me bë për gra. Të nderuar xhamat, Allahu kujt si ka bë padrejtësi, as fëmijëve, as plazhve, as grave, as burrave, tonëve, ju ka manifestuar me mëshirën vet plot. Andaj gruaja çam me bë, a von xhamin sabah, jo stemin e kështu, po pejgamberi ka thonë namazi më i mirë për gruan në shtëpinë e vet. Ato ku jeton, çato më fal, andaj le të fal edhe gruaja sabahin në shtëpi, le të pret lindjen e diellit çato ku fal, edhe të çotit të fal 2 recate, edhe për to e ka këtë shpërblim. Sa fjalë jamja, mirë për fjalë e dietarëve. Andaj peshehni vllazën besimtar, sa Allahu na don, sa Allahu reflekton me mëshirë ndaj nesh. Andaj këtë drejtim të ndërua vllazëm, kjo është për veprave që ne mundëm me bë në mënyrë të vazhdueshme, e me nxonë sevap të haxhit në mënyrë të vazhdueshme dhe pas ka rëndësi të madhe. Të ndërua vllazën besimtar, kjo është madhështia e fesë tonë. Andaj këtë drejtim, kjo është mundësi e madhe që unë është pe veprave të tjera që mundu me bë është të ecurit për në xhami.
të ecurit për në xhami ka vlerë të madhe të nderuar vëllezër besimtar. Ka argumente të shumta, një prej tyre është se është dritë në ditën e gjykimit. Ka me kon terr dyjaja, po veprat tua, sidomos ecja jote për xhami, e veçanërisht e sabohet, ku mu të bon nur. Andaj këtë drejtim po thot pejgamberi alayhis salam, ai person i cili ec për në xhami, për me fol një namaz farz, thot, e ka sevapin e haxhit. Allahu akbar. Ti ja ardh me fol një namaz farz, don sikur se xhumon ja ardh në kom për i shtëpisë tonë, e te ki sevapin e një haxhit. Dhe pastaj thot hadithi, e çaj që shkon në xhami me fol një namaz nafile, ai e ka sevapin e umrës. Allahu akbar. E qa me bo, thot dikosh hoq, thot unë e kam, thot shpinë larg. Në zatën me orë në kom, merë gjysore, e qa i themi ne i thomi qëllimi jët është ardhja në xhami për hir të Allahut. Hajde me mjetë, me lenë Allahut, edhe te në zanë këtë sevap, pse? Se te ki qëllimin dykon manal. Mirë, po nëse distanca për në xhami është e shkurt vllazni, ecni. Ecni për në xhami, sepse në çdo hap keni po sevap, keni pas fshirje të gjunohave dhe ngritje të derexheve tek Allahu. Të nderuar vëllezër besimtar, këto janë fjalë të Muhamedit alayhis salam. Ai asnjëherë nuk ka fol nga vetja e tij, përveç se duke qenë i ardhur shpallja nga ana e Allahut. Të nderuar vëllezër besimtar, qëllimi final as nuk është çto sevap që po thonë, mirë po arritja tek kënaqësia e Allahut. Të nderuar vëllezër besimtar, ne agjerojmë, falime, bëjmë vepra të mira vazhdueshme, mirë po qëllimi final është kënaqësia e Allahut. Andaj të ecemi që të gjithë drejt synimit dhe arritjes tonë kënaqësie, e cila pastaj do të përkthehet në mëshirë dhe futje në xhenetet e Allahut të larta. Me kaq që ndoj pjesë në portytës, duke kërkuar falje të Allahut, kërkon dhe falje sot fazhëm sërus. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të ndëruar xhamat, këtë brengën e haxhit, umrës, sadakas e kam post dvafnet për kërimit dyjas. As na nuk kem të parë, pas kemi kon të fundit, se Zoti kështu e ka rregullu botën, andaj dvafnet e Medinës kanë shku te Muhamedi alayhis salam dhe kanë, o dërguari i Allahut, na kanë kalu pasanikat, po dhojnë sadaka, po shkojnë po bojnë haxhe, po bojnë numre, e po dhojnë parën rrugt të Allahut me luftuar, me bë davet, thot e na i na met mrapa, e po i thot pejgamberi alayhis salam, kom ja mësu një çështje që nëse e thuni, kom ja shku edhe ai që bën haxh, edhe ai që bën xihad, vetëm nëse e kryeni. Po çysh ja, veç thuja dërguari i Allahut, thot kushdo që thot pas namazit 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, edhe 33 herë Allahu akbar, ja shkon ton veç aty në. Subhanallah, sa e lehtë vllazni. 33 subhanallah, 33 elhamdulillah, 33 Allahu akbar, ti ja shkon haxhis, ja shkon atij që bën luftë rrugt të Allahut, pse? Tu bën një punë shumë të vogël. Andaj apo shohim se si vepër shumë është e nënçmuar. Selam aleikum hoxha ndjat, selam aleikum majt, 60% e xhamotit, a 50, a 70 në kohë me dal. E ty hipotik çfarë një mundësi shumë e madhe që nuk besoj që merr më shumë se 2-3 minuta, 4 minuta themi, me arrit këtë shpërblim shpesh herë brenda ditës. E dikush më thon, po xhebre, shumë fjalë të mëdha të thon. Je të fol vepra të mëdha që guxojmë shumë po fol. Elhamdulillah që janë të mia, janë hadithe. E kjo çfarë manifeston çato që thamë fillim të hutbës, mëshirën e Allahut, dashurinë e Allahut për neve të madhe dhe feja vëllezër besimtar ka impakt në imanin ton nëse mediton. Andaj apo shën vëllezër besimtar sa Allah është i mëshirshëm, sa Allah i hap dyrët e depove të veta, vetëm se ajeti që troket mu në këtë dyrë. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, bëhet për atyre që i merr këto këshilla. Të nderuar xhamat, për shkak kohës i kam zgjedh vetëm disa dhe do përmbyll me dy të fundit. Një prej tyre është e respektimi prindërve vllazni. Kujdesi ndaj tyre e ka shpërblimin e haxhit. Subhanallah. Muhamedi alayhis salam me një rast po e komenton xhihadin. O ju njerëz, na u bashkan gjetën se kemi dal xhihad dhe u regjistruan njerëz dhe në fund po vjen një person dhe po i thot Muhamedi alayhis salam, ç'është puna jote? Thot unë i kom lënë prind të shtëpia, më shumë, po kam çaf me dal me ty në xhihad, me marr pjesë në luftë çajt, e po thot Muhamedi alayhis salam, ktheu te shtëpia jote, kujdeso për prindërit e tu, çaj tu kish shpërblimin edhe të haxhit edhe të xhihadit.
Allahu akbar, Allahu zot besimtar. Vepra të thjeshta, vepra që as ndoshta nuk i bojmë mend që mund marrë që sevap, e përmendëm tasbihin mas namazit. E ta shikoni kujdesin ndaj prindit, nëse te e bën me njet për hir të Allahut, që më janë hakun prindërve tek ti në regjistrin e veprave tua, ku mund të shënu shpërblimi i haxhit dhe shpërblimi i xhihadit. Të nderuar Allahu zot besimtar. Hax dietarët kanë thonë një pikë kuptimeve të temës hax është njet. Andaj ti se ke pas njet, se ke pas mundësi me bo hax, mirë po zemra jote ka kajt dhe ke pas njet me bo, po s'tu ka mundësu, s'po ku s'tu haxhet që të mundësohen baza ditore mos ilsha, e pastaj ditën e gjykimit ke më u çudit me shpërblimin që ke me pa. Andaj sot të duket e paralizueshme, mirë po nesër kur të sheh ke më çudit. Andaj të nderuar Allahu besimtar, të adhurojmë Allahun jo shkaku i sevapeve. Jo shkaku i sevapeve, mirë po shkaku që me arrit tek kënaqësia e tij. E kjo pastaj Allahu besimtar bën mrekullia, bën çudi që edhe ti vet çuditesh me mëshirën dhe rahmetin e Allahut që ka mbron mbi ty. Andaj lutem Allahu besimtar që Allah të na lehtësoj veprat e mira fillimisht, të na bëj të dashura për neve, të na bëj që jemi për atyre që nxitojmë vetë veprave të mira, edhe lutem Allahu besimtar që kushdo që nuk ka mundësi, Allahu më mundësu që s'po me po çobën me bo hax apo umre, sepse me të vërtet zemrat tona e kanë kible çobën dhe anojnë dhe dëshirojnë me po atë vend. Andaj këtë drejtim të ndërruar Allahu besimtar, të lutemi që në këtë ditë edhe një këshill shtesë kam, të lutemi për banorët e Gazës. Fatkeqësisht Allahu besimtar, një pjesë e umetit ton është duke vujtur shumë, andaj këtë ditë që ka mundësi me kon dita më e mirë e vitit, luteni për banorët e Gazës. Një gazetar para disa ditë tha një sen shumë interesant vëllazni. Tha krimi që po ndodh në Gaza, i atej ka lënë gjenocidit. Kim bëj tha me shfarosje popullatës. Andaj Allahu besimtar, një lutje, ja Rab, ruaj vllaznit tan pe Gazës. Ja Rab, shpëtoj ata. Ja Rab, ruaj pe aty që pe kësaj fatkeqësie që ka marr dhe nxjerrë fitimtar. Andaj këtë drejtim mos e harroni vllazët ton në Gazë.